Tensione të forta janë regjistruar brenda Partisë Socialiste të Shqipërisë pas një përplasje në mbledhjen e grupit parlamentar mes Elisas Piropali dhe kryeministrit Edi Rama. Sipas raportimeve, Rama i ka bërë një paralajmërim të drejtpërdrejtë lidhur me qëndrimet e saj në votime. Herën e parë nuk erdhe në votim, herën e dytë bëri çarçafin, herë të tretë nuk ka. Përndryshe del jashtë këtij grupi, mësoj të ketë thënë zoti Rama. Pas kësaj, Piropali ka reaguar publikisht përmes një postimi, ku ka mbajtur një qëndrim kritik ndaj mënyrës së funksionimit të partisë dhe pushtetit. Nëse qëndrimi im konsiderohet arsye për përjashtim, atëherë po e them qetë dhe qartë, më përjashto, shprehet Piropali. Në reagimin e saj, Piropali thekson se problemi nuk qëndron te mospajtimi, por te mënyra si trajtohet ai, duke paralajmëruar për një klimë ku kritika shihet si devijim dhe jo si pjesë e debatit politik. Ajo ngre shqetësime për atë që e cilëson si tendencë drejt kontrollit dhe zbesjes së rolit politik, ndërsa thekson se kërkesa për bindje të verbër rrezikon të kthejë vendimarrjen në formalitet. Sipas saj, pushteti nuk dobësohet nga kritika, por nga mungesa e reflektimit dhe vetkorrigjimit. Ky zhvillim nxjerr në pa tensione të brendshme në radhët e socialistëve dhe hap një debat më të gjerë mbi kufirin mes disiplinës politike dhe lirisë së mendimit. Mbetet për tu parë nëse kjo përplasje do të ketë pasoje konkrete në raportet brenda Partisë Socialiste.